Kreu i nismës qytetare, Bashkim Fazliu Migjeni, tha se ai, si kontribues për çlirimin e Kosovës, ndjen dhembje për eksodin e muajve të fundit, andaj nuk e pa të arsyeshme të festoj institucionalisht. Dje, si nisë qytetare edhe si këshilltar komunal, kanë shfrytzuar drejtën time që t'i bojkotoj gjitha aktivitetet zyrtare që janë mbajtur lidhur me ditën e pavarësisë. Ne secili subjekt politik i kemi politikat tona, i kemi qëndrimet tona, edhe qasjen tonë ndaj proceseve. Nuk do të thotë se gjithë do të mendojnë njësoj, për atë jemi në pluralizëm, për atë jemi në demokraci. Sigurisht se ne duke pasur edhe atë lidhjen edhe me kontributin edhe gjatë luftës së lavdishme të UÇK-s, sigurisht se ne pak i përjetojmë maran këto situata, se sa dikush dhe drejtëm të thonë nuk kemi mund me leju vetit luksin e tillë që të sillemi sikur nuk është duke ndodhur kur asgjë në Kosovë. Në Kosovë është nuk ndodhur një eksod, një eksod të cilin më herët na i kanë bërë miq tonë, të fillu prej torshve e shkive edhe gjatë luftës që kanë ndodhur. Ky eksod ku qytetarët detyrohen ta lëshojnë Kosovën, për mua është shumë i papranueshëm dhe sigurisht se unë e mboj anën e qytetarëve. Lëvizja vetëvendosje në Ferizaj nuk mori pjesë në seancën e djeshme solemne, ndërsa homazhet tek varrezat e dëshmorëve dhe pjesëmarrjen gjatë zbulimit të shtatores së dëshmorit të kombit, Afrim Kalanica e quan nderim për ata që vërtet sakrifikuan për pavarësinë e vendit. Arsyet i deni, do të thonë, janë miliona arsye, qytetarët janë të pakënaqur. Nuk ka rezultu puna që është bërë deri tash me arsyetu ndaj farfeste. Vje fjala ku vendi i Kosovës ka marrë një seancë që për vit po quhet seancë solemne. Ma mirë ku vendi i Kosovës do të ishte me marrë një seancë pune ku do t'ja rregullonte statusin rreth 150 vetëve, mos të kapim tash për shifre, cilët nuk e kanë rregulluar statusin e dëshmorëve, persona që janë vrarë në përpjekje për shërimin e vendit. Tu përfshin këtu prej Fazli Grajqevcit, prej Shaban Shalës, prej Murat Mehmetit, Jusufit Kadrijet Bardhoshit, Recep Malis Nuhi Berishës, Fari Fazlijës, Afrim Xhetinjës, Zia Shemsiut. Po them, bëhet fjalë për 150 vjet që nuk e kanë statusin e rregulluar dëshmorëve. Kështu që na ka mënyra qysh me e shenu nëse dojmë këtë vend, nëse vërtet e dojmë këtë popull sinqerisht, nëse i dojmë sinqerisht familjarët e dëshmorëve, jo me ardhë puna që shkojnë vjet për vjet të familjarët e dëshmorëve më në zonë të Kosovës, heroj që janë, ndërkaq asnjëherë nuk përgjigjen pse nuk është statusi i tyre rregulluar. Vetëvendosja dhe nismat qytetare për Ferizajn janë të një mendimi se kushtet e migrimit masiv dhe mos rregullimi i statusit të atyre që kontribuan për lirinë e këtij vendi nuk lën vend për fest.